të kemi në kuzhinën tonë për të vazhduar me përgatitjen e recetës. Do t'i tregojmë fillimisht produktet, çfarë ju duhet në tryez për një recetë të shpejtë të drekës tuaj. Përveç patlıgjanëve, kjo recetë ka domate, ka pak djath, hudhra, uthull, kry piper të zi, pak armoskat, pak salcë. Pastaj për erëzat të cilat ju mund t'i zgjidhni sipas preferencave dhe dëshirave tuaja, tavë me patlıgjan, ta vendosim në furrë për t'u pjekur dhe të përdorim dhe djath të bardhë. Për një recetë më të plotë për gjithë familjen, do të keni 1 kg patlıgjan, ne do përgatisim këtu një masë më të vogël, po për këtë masë keni 250 ml salcë domate, ose domate të grira, pra gati një gotë, 100 g djath kachkavall të grirë, 150 g djath pice, 200 g djath të bardhë, 5-6 kluk supe vaj, 1 filxhan kafeje verë të bardhës e të kuqe, thelpin të hudhrës 8 deri në 10, piper të zi të bardhë, armoskat dhe rigon, 4-5 domate të vogla, 1 tufë majdanos, krip sipas shijes. Tavë me patlıgjan dhe djath. Do të ngrojmë vajin tani fillimisht. Duke vendosur patjetër vaj bimor. Një vaj të artë, siç është gold. Marr dhe pres në fetëza patlıgjanët ose patlıgjanët në varësi të dialektit që ju keni, këto që kam të paktën. Jam jep edhe pak miell, Niki. Miell misri po vendos, pa problem. Pak krip. Pak piper. I përzijej. Thjesht, sa për të thithur lakështirën që ka vetë patlıgjani, Po. Dhe i kryon një si shtres të follë. Po. Plus, më ndihmon mielli tek salca që bën trashjen e duhur. Sa të merrni për shembull ju, bëni salcë, merrni mielin me ujë dhe e trashni, është më mirë sepse ka dhe shijen. Po. E vetë. Ja ku kam edhe këtë këtu. Do t'i lëm të skuqem pak nga dyana, sepse procesi tjetër vazhdon Shumë pak, po. Sërish. Me masën tjetër. Dhe pjesën tjetër, ndërsa për pjesën e salcës, do të përdorim edhe salcën që e nisëm dje dhe nëse na ndoj që gjatë gatimit e kemi shfrytëzuar për të dyja recetat, është një salcume freskët që përgatitet nga domatet në kohën e tyre të sezonit, e theksojmë këtë, ndaj ndonjëherë është mirë që kur sezoni i tyre nuk është pra aktualisht në vendin tonë ose edhe kohë më përpara dhe në dimër, mirë është të përdorim salca të tilla në kavanoz, në shishe qelqit, të cilat dihet që përgatiten në kohën kur domatet kanë pjekurinë e tyre më të madhe dhe përgatitet më së miri. Ndërsa, do të shtojmë edhe 2 kokra të tjera domate për vazhdimin e kësaj recete. Ju po të doni kaloni në kubik, domatet po të doni jo në kubik, në formë të shregullt, si të doni ju, se nuk është se... Pra nuk është një gjeometri këtu që ne duhet kemi... O një rëno tjetër mund tjetë prerje të rregullta. Prerje të rregullta. Salsa është salsa, ka prerje të rregullta. Ndryshe s'do ta kishte këtë emër. Dhe i vendos direkt. Ju mund t'i bëni me si të doni. Mund të vendosni ragu. Mund të vendosni pesto borziloku. Mund të vendosni nga reshti i linja që ne salce që ju dëshironi. Këtu. Dua që të plotësoj të gjithë vendin, shiko, del krokante. Prej miellit të misrit. Pa tjetër që po. Ja.
thoni ju Albana, ja varet ashti fillove pa erza, me erza pa tjetër. Ja, me erzat, këtu, sepse kjo jep shien. Krip dhe piper, pak miell dhe deri këtu e Ja. kemi këtë proces. Pra i shtruam një Pres, shtres edhe patlıcan. pjesën tjetër. Vajnë sërisht, pra ja shtojmë Si s'fungjer për vaj, po gradualisht. si thjen Po, shumë vaj. e kemi thënë që patlıxanët 1 dhe kërpudha 2 janë, Thithse të vajit. po, Nuk do të përdorim vaj tjetër në jo, tavë, absolutisht kështu që jo. Me mjaftojmë Duhet. me vajin që ato të përthithin. Tani, kam edhe pjesën tjetër, gjë që unë do të punoj me salsën. Ja, i gjej një vend tjetër. Nuk më duhen të jenë të gatuara, të skuqura mirë-mirë, derisa furën nuk do ta harroni, gjithmonë fura është në parangrohje kur ne gatuajmë, sepse na ndihmon. A e kemi folur gjithmonë për punën e asaj enës së bakrit, që Është edhe ena mbas më e mirë, në heqjes, fakt. edhe pra kjo ka ardhur Edhe nga për vendet ujin të arabe, nga konsumuar. Turqia, sepse dikur kanë qenë enët e bakrit. Më pas dolën enët e gurit, enët e bakrit, por ena e bakrit është duhet ta heqim sepse e ka edhe 20 minuta të tjera më pas, e vazhdon procesin e ka procesin E e nxehtësisë. termit, po. Dhe jo më kot, ballokumet për shembull, elbasanllit i gatuajnë me enët e bakrit. Tani, të dyja shtresat kam dhe nuk kam tjetër gjë, Janë të rralla, edhe nuk të i gjendet filloj. më enët e bakrit në ditët e sotme. Dikur janë Unë mbaj mend e vogël. përdorur më shumë, edhe për ujin që pinin dhe konsumoni, dhe përmes ujit merrmi dhe bakrin, këtë mineral gjurmë, që quhet mineral gjurmë i vogël, që shpeshherë e kemi dhe në mungesë në organizëm. Por ka dhe atë procesin e vetë, si quhet procesi kallajisjes. Po. Të çdo enë të bakrit që përdoret edhe në proces termik, por edhe në enët e mbushura me ujë për ta konsumuar, janë kuriozitete dhe informacione të cilat janë zbehur, por që kanë ndryshuar kaq shumë kohët sa ndonjëherë prej enëve që gatuajmë, skuqim apo i përdorim në jetën tonë të përditshme, ne mund të marrim edhe shumë, le të themi, element kimik për organizmin, toksik për organizmin, sidomos keni kujdes tek tiganët kur skuqim. Dikur, thash, kur isha e vogël te pazari, te pazari ri, ishin Gjitha këto nga gjithë me kallaj, me kështu, jo më kot, Korça për shembull ka mbiemrin kallajxhi. po, Pra familja që merrej me zanati. nga zanati, jorganxhi, ato që qepin organ. Pra gjithmonë i shtonte një xhi nga mbrapa dhe Nga emri i profesionit që kishin. por bakri aq i mirë sa është, sepse duhet jetë i punuar, normalisht bakri është edhe i dëmshëm në qoftë se fillon dhe kruan, është Toksik në fund, Toksik. nëse ti e merr në sasi të mëdha edhe të pa. pra unë di them që gjyshi im ka vdekur nga ena e bakrit, gjyshi im. Sigur, toksifikua, si e pati. Faktikisht- Kuptimin që punonte me bakra? Jo, apo nuk punonte, po ishte i dënuar për shumë vjetë në burg, kur erdhi koha të dilte në kohën e kolerës, i dhanë ushqim në enën e bakrit. Edhe ai nuk doli i gjallë. Nuk doli i gjallë. Prandaj shpesh kur unë përmend gjyshin tim. Po, nuk doli i gjallë. Jo, Po. është Jo, është e vërtet, është e vërtet. Jo, e them unë tani kështu për të lidhur. Dhe nuk është prallë, po është e vërtet, është reale, po. Po. Pra është njeri që i vjen në listën e të përndjekurve, kjo është. Mirë, mund të Pra, ketë ena e bakrit- por para që i kanë hedhur aty te ena e bakrit. Në ena e bakrit, pra, prandaj them, enët e bakrit dikur ishin enë bakri për të gatuar dhe enë bakri që nuk përdoreshin për gatim. Sepse ena e bakrit, kur nuk është për gatim, lëshon një Patjetër që gjurje nuk është i shile. pastruar, ose nuk- Pra kujdes, ne themi enë bakri, themi, por ama dhe enët e bakrit që ju mund t'i përdoni, për shembull, Tjetër që duhet dua të një zgjidhen. pastrim të veçantë dhe ne kemi thënë ato pastrimet të enëve, të florinjve. Edhe për enën e bakrit du ta sjellim, Niki. Po. Do ta sjellim.
Janë aq të rralla, kush i përdor. Tani mund është të lutem të më sjellësh edhe një pjatë, edhe filloj unë me salcën. Ja. Që se janë bërë patlıgjanët, edhe marrin, unë i them që nga vaji i dur, shiko fillojnë, si kur marrin një mas, një volum, ja, fryhen. Unë i kam prerë të holla. Pra, është një vaj që është pa aromë, pa ngjyrë. Është aq e brisht sa që aspiruni. Këtu unë do të shoj tani masën e salsës. Ja ku e kam. Opa. Po kjo shtresë do jetë, normalisht do jetë një shtresë më e pakët, se shtresa e parë që unë kam vendosur. Edhe salcën e ke gati, ndoshta edhe bashkë me këto dhe domate, pudrat. Këtu, si të bëjmë në shtëpi, na mbetet pak salcë në fund të kavanozit apo shishes dhe e përdorim me pak ujë, shtojmë përsëri në tigan. në rregull, e largojmë, edhe kapaçkën këtu, do të shtoj. Vrat. Këtë masë që unë kam. Mielin. Po të dua unë. Ti shtosh direkt në rende, okej, më mirë, ashtu se bëhen dhe më të vogla, më... pjesën e tomates, ndërkohë, Mund të ma presësh edhe atë për gjysmë të lutë? Po sigurisht. Sa bëhet gati kjo salca që të tretet pak të marri dhe aromën e hudrës? Pra, duhet të kem domate të freskët, ju mund ta prisni në kubik, mua më pëlqen që ta kem të tillë, sepse kur ne presim në kubik ne nuk e kemi sallatë dhe nuk qëndron kubik, normalisht. Pra, duke përzier të freskëtën, dhe këtë që kemi të përpunuar që i ka të gjitha brenda, prandaj dhe unë nuk vendosa qep, sepse dua të kem aromën. Po. Tani do ta lëm pak salcë të qëndrojë dhe domaten të zbutet. Mirë se erdhët në këtë pjesë të dytë të recetave tona. Në fakt do të vazhdoj me recetën e tavës me patlıcan. I kemi skuqur me pak miell erza, i kemi marinuar, kemi vendosur dhe salcën në tigan për të përgatitur. Salcën star bashkë me 2 domate, krip piper të zi për të aromatizuar edhe me hudrat. Shtojmë edhe rigonin dhe kemi gati si salcë për të ja vendosur patlıcanëve. Shtoj pak krip, sepse do kem djathin. Shtoj pak arë moskat, një prekje, ose arë myshk, një prekje. Sa të zbus pak, nervat e kryeneçës. Hop, e largoj. Ta shpres djathin, e lë këtu të prerë, një pjesë të majdanozit, shtoj, sepse është e fuqishme nxehtësia, Avulloj dhe... E ullë nxehtësinë, dua të shtoj majdanozin. Ups, brenda. Dua dhe një pjesë tjetër të djathit. Ta kaloj. Pra, nga ana e gjerë, ju mund ta vendosni ku të doni,
Se vetëm ngrirja e djathit nuk do ndonjë amëndësim të madh. Po si të doni ju? Nëse doni më të limë, nëse doni më të plot. Prandaj thash që nuk i shtoj krip, i shtoj shumë pak, që mos ta bëj zeher. Unë kam, them, djath mozzarella. Për të ndihmuar xhepin tuaj normalisht, nuk kam marrë djath mozzarella, por kam marrë djathin e fort në salsë dhe të jep atë shije, atë ndjesi si kur është mozzarella. Tani, pjesën tjetër, normalisht. Ka çkavalt nga erzeni, që kemi dhe djathin e bardhë, po nga erzeni, gjalpin gjithashtu, për t'i dhënë gatimeve tona shije e duhur. Janë paketime kështu hermetike, në paketime më të vogla, për familje më të vogla, ose për gatime të tilla, të cilat nuk na kërkojnë një sasi më të madhe të djathit. Djathin e bardhë. Po, edhe ky paketim në vakum. Super, ja një copës e tillë, të dikute 250 gram. Në kubik, në thërmia, si të doni ju, mos e vrisni mendjen fare, se unë po i pres kubik edhe duhet edhe ju kubik. Absolutisht, gjysmën Edhe të thërmor, siç është. E masës, e shtoj direkt. S'keni pse lodhemi, jo po gjysma këtu, jo po shtresa e djathit, të gjitha në një të shkojnë. Ja. Kaloj. Pjesën e djathit. Njëra shtres. Një shtres. Hop. Shtresa tjetër. Gjyqo, e largoj dhe këtë pjesën këtu. E krijoj. Ja, këtu të shtja. Edhe një pjekje pastaj në furrë, të lirojmë vendin. Ma shumë e letë, ajo pjekja është aq e letë sa do dhe pak. sa më nuk bën. Nëse unë do kisha një tenxhere, një tavë inoksi, normalisht do ta vendosja këtu sipër dhe do ta leja aq. Që të vazhdonte procesin mbi sobë. Sikur t'i kishim të numëruara. Fiks për sasinë tavës. Ja dhe shtresa tjetër tani me saks. Pakës fare ujë shtoj këtu. Dhe është nga ato receta që kërkon atë bukën e thekur për ta ngjyrë, me atë salcën e shishme. Tani që keni dhe pispilin, jeni në rregull. Sepse e kisha të mirë menduar çfarë do më shkonte. Sigurisht dhe me pispilin. Pak të pastroj edhe unë vendin, sepse shtoj. Të vendi i pasarokut do dhem Ja. dosim tavën. Pakës krip. Pak rigon, që unë tani që e kam në dorë. Pakës fare, ja. Një prekës është djathi, dhe pak armishk. Shumë pak, ha? Ja, kështu. Dhe direkte në furrë. Në sa grade? Ju e dini tashmë, se ishte unë asnjëherë nuk theksoj dhe nuk cilësoj gradet, sepse fura nga fura ndryshon, fura profesional me furën e shtëpisë sërish ndryshon, pra ju që të jeni safe, ta keni më të sikur gjën, duhet ta keni në 220 gradë për sa minuta, aq minuta sa ju të vendosni. Aj sa që është, po, e duhura. Pika të dali e tillë, pra vishet me avull dhe jemi gati për të ngrënë. The action. Kaq. Po, të ftohet pak dhe do ta shijojmë të gjithë.